Esselamu alaikum të nderuar miqan e mban botës kudo që jeni, paqja e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjarët e juaj dhe mbi gjithë juve që na ndiqni. Uroj të keni pasur një ditë të bukur, të qetë, të begatshme. Sonte jemi në natën e ete, përndryshe një prej netëve të preferuara për besimtarët, për njerëzit të cilët dëshirojnë që ta ngrisin veten e tyre, shpirtin e tyre në nivelet e larta të devotshmërisë. Sepse nesër e kemi ditën festë të javës, siç na ka mësuar profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Dita e Xuma është dita feste e javës. Prandaj mirë se na keni ardhur edhe një herë në programin ton edukativ kulturor, shkolla e diturive kuranore. Hajde ta lëshojmë këtë lutje e cila është lutja kur keni vështërsi në jetë, kur I keni supet tuaja të ngarkuara, kur e keni kaluar një ditë të lodhshme, kur dëshironi që trupi juaj që është tabuti pra arkivoli I shpirtit tuaj, kur dëshironi që shpirti juaj të pushojë në këtë botë, atëherë lutja është gjëja më e preferuar e cila çdo neuron të kokës e lehtëson, çdo ngarkesë mbi supet e tona e shkarkon, çdo dhimbje e ëmbëlson. Prandaj kur mos hezitoni të shkoni në kanalin tim Ikbale Huduti dhe në playlist e keni lutje I keni më se 50 lutje të lloj-llojshme dhe atje mos harroni bëni subscribe. O Allah, bëhu mbrojtës I mikut tënd, argumenti tënd, o Allah mbroje Imam Mehdiun që është argumenti jot, biri I Hasanit, baba I vete ka pas Hasan Askeri. Paqja dhe bekimet e tua qofshin mbi të dhe mbi etërit e tij, në çdo rast dhe në çdo çast. Imam Mehdiu do të na vijë inshallah së shpejti, është premtimi I Allahut, premtimi I Zotit dhe kur në sipërfaqen e tokës do të shpërndahen shumë padrejtësi, korrupsion, vjedhje, mos pajtim, gjakderdhje, atëherë do të vijë shpëtimtari im I kohës me emrin tim të gjajshëm Muhammed el Mehdi. Kjo është thënia e profetit Muhammed. Kur do të vijë Imam Mehdiu, nuk do të ketë smundje pa ilaç, nuk do të ketë fukara për sadaka. Dhe do të jetohet me vite të tëra, me shumë bereqet, pa smundje, pa varfëri, pa mos pajtime, të gjitha premtimi I profetit Muhammed thot, sallallahu alaihi wa ali, sa ma shumë, kur është koha Imam Mehdiut, duhet të afroheni të gjithë njerëzit e Zotit, pa marrë parasysh, çfarë fe keni, çfarë sekti keni, çfarë ndarje posedoni, e tjera. Me rëndësi është që t'i afrohemi njëri tjetrit me njerëzillëk, jo me urrejtje, por me dashuri, sepse janë ditët kur njerëzit kanë nevojë për dashurinë e njëri tjetrit, kur njerëzit kanë nevojë për lutjen e njëri tjetrit, kur njerëzit kanë nevojë t'i shkarkojnë të gjitha negativitetet në tokë, por ta kenë parasysh një person I cili din t'ja shëron zemrën, din t'ja thot një fjalë të bukur,
don ta ledhatoj zemrën e tjetrit me fjalët, me dashurinë, me reflektimin, me gjitha të mira që mund t'i ketë një person. Ata në atë kohë, pra që kanë qenë romakët, ata të cilët bëjnë pa drejtësi, thot unë Allahi do t'i dënoj. Por ata të cilët nuk më besojnë në mua dhe nuk bëjnë pa drejtësi, nuk do t'i preki ata. Pra këtu shihet që Aleksandri Madh nga e ka pas këtë drejtësi, nga e ka mësuar. Këtë nëse e lidhe dhe me Gjergj Kastriot Skënderbeun, sotshëm dhe në atë kohë, pra si sotshëm si e njohim na, pra është e njëjta se Zoti i frymëzon liderët e drejtë, që ata nëse nuk i besojnë Zotit, por nuk bëjnë pa drejtësi, ata janë njerëz të mirë, por nuk i dënon Zoti për shkak mosbesimit, por Zoti i dënon njerëzit për shkak pa drejtësive që ja bëjnë tjerëve, edhe nëse janë besimtar, musliman, të krishterë apo e tjera. Prandaj unë gjithmonë e tham që Skënderbeu, Gjergj Kastriot Skënderbeu, heroi jon kombëtar, kur nuk e ka ngrit shpatën e tij, nuk e ka dhënë urdhën e tij për vrasjen e të krishterëve apo të muslimanëve nga aspekti vetar. Por kur ka qenë në pyetje drejtësia, shpata e Gjergj Kastriot Skënderbeut ka qenë shpata e Imam Aliut, shpata e Imam Hysejnit, sepse kështu edhe Naim Frashëri e përshkruan karakteristikat e Gjergj Kastriot Skënderbeut si një trim i cili i ka bashku njerëzit, i ka afru me njeri tjetrit dhe ka kërku drejtësi. Vazhdojmë. Ai që bën krim, tha, do ta dënojmë, e pastaj do t'i kthehet Zotit të vet. Andaj edhe ai do ta dënoj me dënim të rënd. Përveç njerëzit që e dënojnë, se normal ti nëse vrasësh një njeri të pafajshëm, edhe ty do të vrasin. Sot në Amerikë ekziston, se dini Amerika ka më duket 53 shtete, më zgaboj, United Nation, pra shtetet e bashkuara të Amerikës, dhe në njërin prej shteteve është vrasja dënimi me vrasje, me vdekje. Prandaj edhe këtu në Kur'an thotë, shikoni si kooperon Kur'ani atëherë dhe sot në shtetet e Amerikës. Prandaj human right, të drejtat, karta e të drejtave njerëzore të kombeve të bashkuara, unë thamë është shumë e përputhshme me ligjet kuranore. Prandaj njerëzit të cilët i bëjnë drejtësi njerëzve, qytetarëve të vetë, si që më kanë bërë mu, Prokuroria e Kosovës dhe tash edhe Prokuroria në Shqipëri, këta janë duke i thy ligjet e kartës së të drejtave të njerëzve, por nga ana tjetër është e mirë që të hulumtojnë, sepse terrorizmi nuk i sjell kërkujve dobi. Mund t'i hulumtojnë, por jo t'i abuzojnë me autoritetin e tyre, jo t'i stigmatizojnë, sepse po e stigmatizove një njeri në shoqëri, e ke mbyt për së gjalli. Prandaj Imam Hysejni, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ai na mëson se më e mirë është një vdekje me dinitet se sa një jetë e poshtrume. Prandaj i urojmë popullit tonë, vëllezërve, motrave tona, protestuese që protestojnë në Tiranë, në Shqipëri, mos u ndalni, qëndroni kundër zullumçarëve, sepse është shumë me rëndësi të jetoni një jetë me vlera dinitoze e të mos jetoni një jetë të poshtruar ku të vidhet toka, të vidhet prona, të vidhet të vjedhet e drejta jote, të bëhet pa drejtësi,
Prandaj qëndroni dhe nga unë nuk mundem asgjë tjetër post që t'ju dërgoj lutje dhe t'ju bëj edhe ju të dashur miq, bëni lutje sepse është shumë me rëndësi lutja juaj për ata të cilët kanë nevojë për ndihmë, sepse Zoti ka me të pyet sa ti ke qenë i vetëdijshëm që vllaznive tonë njerëzimit, e sidomos vllaznive tonë shqiptar, që na kanë hap dyert në kohët më të vështira kur Kosova ka qenë në luftë, dhe ti ke me pas përgjegjësi para Zotit, pse së paku nuk i ke bërë një like, ose një shpërndarje, ose një fjalë të mirë, një kurajo me i dhënë njerëzve atje që mos e 89 që janë duke protestu, se nuk është lehtë. Në Serbi, Aleksandar Vučići që 2 vjet njerëzit janë duke protestu. Prandaj lusim Allahun e madh që sa më shpejt të përfundoj kjo protest me suksese, me fitore, vetëm se e di Rama dhe qeveritarët e tij, le ta dinë se shqiptarët nuk janë si arabët në Palestinë, të cilët kanë duru. Te shqiptarët kemi ose adhetar, ose tradhtar. Prandaj ka ardhur koha kur populli është vetëdijsu dhe lusim shpirtin e Aleksandrit të Madh, shpirtin e Dhulkarnejnit, i cili është i gjallë, sepse Zoti ka thënë në Kur'an, ata që luftojnë për fjalën e Zotit, ata nuk kanë vdekur, ata janë gjallë, por ju këtë nuk e shihni. Prandaj lusim shpirtin e Aleksandrit Madh që të bëjë ndërmjetësim te Zoti, që sa më shpejt Shqipëria të na mbushet me njerëzit të cilët kanë emigruar, të vinë miliarderat, milionerat në Shqipëri dhe të investojnë në tokën e tyre ndërkaq për të huajt respekt mund t'ja japim me qira e të fitojmë nga arritjet e tyre, por nuk kemi tokë për me shit. Toka e shqiptarit është fitu me gjakun e Skënderbeut, me gjakun e njerëzve adhetar dhe nuk kanë melon askush me shit as një plëm toke, as nuk do ta marrim një plëm të hujen, por as edhe nuk do ta shisim. Këtë na mëson Kurani me historinë e Dhulkarnejnit. Vazhdojmë. Kurse ai i cili beson dhe bën vepra të mira, ka shpërblimin e mirësisë dhe atij do t'i afrojmë lehtësi. Ata që bëjnë vepra të mira, që janë ngrit në këto ditë, në këto netë të nxehta, në vend se me kalu pushime të bukura e mirë, po ngriten në përsheshe, duke u maltretuar, po shtru nga policia, e cila mund ende dihet nga pjambajnë e tjera. Prandaj ta dini se inne me alu usri yusra. Fa inne me alu usri yusra. Zoti ka thonë, me të vërtet pas vështërsive do t'ju vinë lehtësirat. Dhe prapë Zoti e vërteton, o njerëz, besoni se pas vështërsive do t'ju vinë lehtësirat. Mirë po Zoti thot, derisa ju nuk ngriteni, nuk vetëdijsoheni, nuk ndërgjetësoheni për çështjen e vendit tuaj, thot, unë nuk do ta ndryshoj gjendjen tuaj. Falë Zotit, jemi vetëdijsu populli janë shqiptar që 4 dekada duke u vjedh, duke u korruptu, duke u kriminalizu, duke u mbytur njerëzit e pafajshëm, duke grabitur Shqipërinë, prandaj është koha që t'i kthehemi lehtësirave. Dhe Po nuk vetë dëshira e popullit. që janë ata si Rama, si Berisha, nuk e me ata që u vjetërsuan shumë në detyrë. U harxhun më ata, u harxhun edhe popullin e harxhun. Kusumuan shumë. Popullin e harxhun, e shkatrun popullin. Se Shqipëria është një vend i bukur, ka det, ka male, ka prodhime, ka naftë, ka gaz. Kjo është vetëm Zoti që ka ditë me kriju. Vetëm Zoti, na që s'ja dim mirë njohës Zoti që për Shqipërinë. Edhe Kosova është e mirë, veç Shqipëria është diçka
Dishka është mrekulli e Zotit, begati e Zotit është. Ke dëgjuar atë historian e Eleni Kocaqin, tha, unë po t'jem politikan, tha, bëj vetëm një marrëveshje me Kosovë, Shqipëri, tha, s'kam nevojë, tha, për tjetër shtet. Kush tha kështu? Është historiani Eleni Kocaqi. Kocaqi, po, sa bukur e pas ka thënë, sa bukur e pas ka. Ka një marrëveshje, tha ajo, edhe nuk le as nuk kem se paguajmë, tha ajo, lart e poshtë, as i gjë, tha, dhe s'kam nevojë për asnjë, tha, pas një shtet tjetër. Plus na kemi në për Amerika, mos kemi shqiptarë që janë milionera, miliardera. Vetëm i ngrej investitorët e lullzojmë në Shqipërinë, e lullzojmë cepëm, beso. Po ligjet nuk po funksionojnë. Të na në Kosovë, na kanë shpëtu. Po pse vlla me na shkrujt kushtetutën? Asnjë shpëtimtar, asnjë shteti nuk ja ka shkrujt, nuk e ka kushtëzu me pas kësi lloji kushtetutën. Edhe këta që kanë qenë Isa Mustafa për DK-ja dhe DK-ja në atë kohë, ata hazër e marrin, po prit bre pak, po e shkruan kushtetutën, po duhet bre pak mu këshyr zakonin, duhet mu këshyr pakës sa është e përshtatshme për popullin tonë, kështu që sun po e krijojnë një qeveri, mere me men. Edhe Albin Kurti nuk po lëshon pak pej, edhe ai ka kap një ego politike, se unë e simpatizoj Albinin, po lisho bre pej, po e lypin me pas edhe ata kushtet e veta kryetare, jo po na i kemi piket, po nejse, inshallah mirën vesh, po politikat s'po janë. Beja bab. Selam aleikum. Mirë se erdha, aleikum selam Beja. Selam nga Tirana, domethënë. Oh, selam nga Tirana, nga Prishtina, përshëndetje te juja. Faleminderit. Si kaloni atë? Mirë kemi kalu, faleminderit që na pranove. Nuk e di kush është tema sot që në zakonisht çdo të martë ose tejte kemi shkollën e ditorive kuranore nga ora 9 deri në orën 11 e mbajmë një orë leximin e Kuranit në gjuhën shqipe dhe komentim letrari bëjmë. Dhe pastaj janë bisedat e lira që ka të pyesin njerëzit, që për shembull Begi po thot jo, s'ka me lëshu pej, çupe Begi ja këtu se moti s'ka mu për me ty du. E kom Begin vaksi shok. Kështu i kemi temat e lira, pyetje, përgjigje, çka dim diçka, unë përgjigjem, çka dini ju përgjigjeni, me na tregu mirë, na i sen të mirë nga Tirana, po kemi qef me një lajme të mira, o zoti madh. Me që ra muhabeti protestës, Po kështu si moment, unë bile s'kam bolle një shkrim para kur filloi protesta, e quajta ora e shqiptarit është si ta them, është si një simbolike e ndërhyrjeve hynore për popullin tonë. Kjo ka ndodhur çdo 25 vite, që nga lidhja e Prizrenit po të bëjmë një llogari. Çdo 20-25 vite ne kemi kalu momente të rëndësishme. Ora e shqiptarit. Ora e shqiptarit. Edhe ky moment është i tillë në fakt, edhe gjithmonë ne kemi probleme me këtë orën tonë, ose si ta them, ndërhyet. Pra, Zoti për ne do që të zgjedhim një rrugë edhe të më këmbëmi, por forcat e errta dhe ku e di unë tani po themi, ndoshta mund të jenë armiqt, mund të jemi edhe vetë ne pak brenda vetes kemi armiqt tanë, edhe devion. Po çdo 20. Edhe heshtja naive është na jep armiku i vendit. Heshtja naive nuk din populli. Po, vazhdoni. Po problemi është erdhe vëlla. Jemi në një moment që e kanë gjymtu shumë këtë popull. E kanë gjymtu, ka të bëj edhe me demografin, domethënë me emigrimin e madh që ka, jemi gati gjysma ka ngel tani, edhe rinia që hiken vazhdimisht, edhe kudo gjeneroj, kudo jetë ajo energjia për të bërë ndryshimin, që mund të nis nga një protestë, që është një moment orë shqiptarit, orë universale, po kudo nodhi, se s'ka energji, s'ka njerëz. Kjo është akoma më keq se në vitet 90 për shembull kur ka filluar protestat për të rënë regjimi komunist,
Vetëm qyteti i studentit kishte 48.000 student. Shqipëri, në Tiranë. Mere me men 48.000, 20.000 me vetëm student, s'pollurisëm Rinin edhe qytetet e tjera. Ose shko në Beograd, për shembull. Po. Ajo është që 2 vjet janë të bo protesta për qëtë Aleksandar Vučićit. Ama rrugët janë full. Po vazhdoni. Këtu kene nuk ka pra, sado që kemi dëshirë është e pamundur, nuk ka resurse njerëzore. Momenti për ndryshim është, s'ka resurse, kanë ikë gjithë. Kanë punu me strategji, Beja. Me strategji kanë punu për ditën e sotshme. Se di se kam një mendim që populli jon ka luajtur me një gjë të madhe shumë edhe kjo po e përndjek. Ka luajtur në amanetet e veta me diçka të madhe dhe kjo po e përndjek ka gati 100-150 vjet. Inshallah nuk ka mallkim, po jo s'mundet me pas mallkim, veç gabim. Po nuk e di tani, kjo është një ndoshta thash kemi luajtur vetë me diçka të madhe. Edhe kam mendimin që aty është në mistikën e vetë është tek populli jon, aty është çështja. Unë e mendoj kështu. Edhe kanë kriju strategji sepse gjithmonë gazetaria punon me prokurorin. Dhe gazetaria në përgjithësi e ka për qëllimin tanë kohën, 90% e lajmeve i ka rrena, gënjeshtra. 10% e ka të vërtet si përfaqësore. Dhe qëllimi i gazetarisë, mediave, nuk është ty me të bindë ti me besu apo mos me besu. Hiç se kanë problem ata që ti nuk i beson apo i beson që është rren. Po qëllimi i tyre është mos me mendu hiç për kur gjë, mos me besu, me bo indiferent shoqërinë. Dhe kur ka rritë gazetaria, mediat e kanë arrit këtë strategji të shejtanit, satanit, edhe kanë kriju 3 vese. Njëna thotosh, nuk ka ma vullnet për veprim. I thu vajzës, hajde Brimon me votu, me shku me votu, s'po të obligojnë djalin. Hajde bre se kret njëso janë, hajde bre se shkojnë. Do më thonë, e kryon një indiferent e bon njerin, e bon hajt pun e madhe, e të bot, qka të bot. E dyta, nuk din me gjyku, ka heshtje naive. Dhe e treta, nuk merr hapa me vepru, veç jeton sot për nesër. E kure arrin që ta mediat, përmes atyve lobit kryesor që i pagun këto ato sorat e zeza, atë çka arrin me bo për një populli, e kryon heshtjen naive. Edhe nuk din më, as me gjyku, as me vepru, as me mendu. Edhe atër populli bëhet marionet. Po media në përgjithësi, ne nuk kemi parë që të lallit flasë ndryshë nga fjalët e mbretit. Kështu që media në fundit do bëjmë të lallit. Nuk ekziston, kjo është e gënjeshtër që të ekzistojë një liri e medias në kuptimin e plot. Nuk ndodh, sepse media është tellalli në kuptimin simbolik të mbretit. Po është tellalli i mbretit, qysh i ka thënë mbreti, ai veç ka dalë ka dhënë lajmin. Po jetojmë në një kohë që ka një, si ta them, ka një korrupsion sistemi, një korrupsion agresiv shumë. Një korrupsion agresiv qoftë moral, qoftë në gjitha, po them, nivelet. Dhe shumë agresiv, nëse kuptojmë. Po, vetëm, ka dishka një revolucionari madh, ka thënë kështu. S'po duja emrin mja tregu se më hypin krye. O begi, po du dhe unë më bë pak politikane. Jo vesëm sulmojnë, vande. Ka thënë kështu. Kur një popull vedisohet edhe plus ndërgjegjësohet për një problem, për një çështje madhore në shoqëri, atëherë ai popull është në gjendje edhe fuqit më të mëdha me rrëzu për tokë. E që kjo po më jep mu shpresë se na shqiptarët me gjakin ton që e kemi, vërtet është ajo ora historike, po gjithmonë edhe orë
historike kanë kriju fitore përmes sakrificës se darshma nuk bëhet pa gjak. Prandaj unë mendoj se populli jonë shqiptar nuk janë sikur arabët. Arabët janë ma popull sa në lëpirës. Edhe janë ma popull frigacak. Se unë mendoj që ne ngjaj me arabët në... Unë e thamë që shumë nuk ngjajmë, sepse ata e kanë përdor fen vetëm literaturat, jo ajo origjinali i Kuranit, vetëm përmes mbretërve, të cilët i kanë prej gjuhët, i kanë prej kokat, i kanë udhëheq, edhe dietarët më të mëdhej i kanë fut në oborret e tyne dhe mbretërore dhe i kanë thonë nëse kështu nuk vepron, ke shku. E shqiptarët e kanë dy, në gjak i kanë dy gjene. Gjenin e trimërisë edhe gjenin e atë dhe dashurisë. E tash që kjo neve kanë... E harrove gjenin tjetër, është dhe gjeni budallakisë. Ani edhe budallakia hynë punë, se tradhtarin nuk merr vesh tjetër ndryshe, vetëm thot dibip në emër të popullit. To be or not to be. To be or not to be. Prandaj unë e mendoj se që të dy që në gjenin e tyre trimri, ose trim, ose adhetar. E këta që kanë dalë ka pak tash moderna, këta lajt, burrat e lehtë, ata janë sa në lëpirësa. Atymve i jep hajnë, si jep ata shukatin, ata i kemi ndonë. Ama na e kemi gjakin e nxerë, që po thosh edhe gjenin e budallakisë. Na jemi në gjendje në snajper, tak, i pastrojmë punë. Vazhdo. Sa me vazhdu. Unë këcim pite une, kur fillim kunina thate toleranca të lëshimi pe, unë thash mos me lëshu pe as pak. Dhe jo për mos me lëshu pe, jo ka të zhjeve. Po sun pe bojnë bre parlamentin, bre metën, bre moqeline. Jo, mos u bofte 2030, nuk ka me lëshu pe. Po thua, ma mirë është ashtua? Se e ngova një njerin mosh tyne, në dikush i Shqipërisë atje me një intervistë edhe e elaboroj shumë mirë edhe tha në moment tha ai tha çështu tha nuk duhet me lëshu pe, po tha do të bëhen apet zgjedhjet, tha ne të bëhen 20 edhe apet. Tha 20 edhe apet. Po harxhime bre janë 15.000. Ani, jo në harxhime, çdo gjë kushton. A di pse, edhe kur e përmbylli këta me një thanje, për mu ke filozofi, ajo fjalë ke vetë biblioteka e Babilonisë. Tha, ma mirë është ta me pas djepin thatë se dreqin tonë. Vallën goti që këtë vlavin tonë, unë e këtë foli e menoj. E urde jonash. Po, se këm ditë, valla, interesant. Shumë fjallë me men, edhe fjallë që e lypë, është pak absurde, si e tha ky Beja, përshëndetje Bacilon, edhe ne e pranojmë edhe dim se që është ora shqiptare, është momentume që ndodh njerë 100 vite, 200 vite, ku diçka. E tash kur vindi sa momentume i presim 100 vite dhe rastim për të i dal punës kapadai, të i dal bregut për pjetë me kryat punë, me drejtuat punë, se gjenerata nuk janë vetëm shifra 100 vjetë, janë jetë, gjenerate, sakrifice, e qëtash, kur të vinë momenti, hadebe për hirë të asajnë për bojnë një lëshim këto. A i lëshimi vjen së kur e relativizon punën e në kofësin 100 vjetë, 30 i qëtë poshtë. Ku e merë dikush drejtën e diçka hit me qitë poshtë diçka, me kompliku të ardhmen edhe me nga dalsu zhvillimin në kuptimin për të mirë edhe për me qitë sa në vend vetë. Nuk ka të lirin. Edhe kur lyp dikush, ky për ju thot, shumë thjesht për ju thot, ma thuani 1, 2, 3, 5, na e zgjedhim njënin për tyne. Këto po thënë, jo ti njerë pranot, të ne na thojmë diçka, ti që janë i këbal, e di që ki djallë, ki vajzë, 1, 2, 3, që shike. E njëta, ti vajzën e ki beqare, edhe e don bekun si vlas, si shok, si koleg, si kudi, edhe Bacilon. Edhe vjen beku, thot, shifni, une ko marrë mësit për vajzën tuaj, ama si ju kalzoj kusha dhondër, njerë ma jipni tone jo bëj befasi. Ku i keti rahatin se për ka e qoju në vajzën? Se të lutëm, shumë
shumë klasin i bukur. Shumë janë gjonat e thjeshta. Po çka kanë ata? Se tash me thonë, shefe, në këtë moment me thonë ki beja, atë të lëshoni pepak se s'ka gale ku e qon, a e qojnë të krimineli, a e të qoj të qafiri, a e qoj dikun, a e shes, a e keq përdori, kush e mora dhe ti ma jep, unë e boj shka du, edhe kujt mi adhon që se ka meritu. E çka kanë ata? Çka po zojnë se bep ata? Pse nuk po japin unë? Ata mbas perceptimit tem nuk kanë asnjë shpjegim, ai pi thot thuni, asnjë shpjegim nuk kanë, e vetmi agjon i ka kap ankthi edhe paniku janë pa kry. E kështu hajde ta zgjasim na, sa të mundemi. Nuk dim shka zgjasim, janë të zgjat humnerën e vet, mos pe morin ai ata kardiak, se ku zon tjetër. Bash ashtu valla, plus tash me 16 gusht. Nëse po ta shynë qfar hapa, qfar mendime po jemi ka qenë të me. Hiç pa hinton. E nashta dhe qaj 16 gushti i këfjellon disa gjana ndryshe, i shohim pak tjere se e në të më. Qyre njerëz, nuk kemi na drejt, nuk që thoj kemi një rast Albini për disa momente, thot, unë kom drejta t'ja pasuni që i këballi ka mrapa vetës atje bibliotekën me libra, ti mund është me midhon. Kush jeti mu me fal librat e bibliotekës Prishtinës? Me ditu në... Nuk falen gjonat ashtu. Edhe që shteti ruhet me fanatizëm, kuptimin e logjikës fanatike, nuk ka aty tolerancë. Toleranca është zero. Qysh me toleru të keqin? Se qaj tolerim që i bohat sot, në njënën mënyra tjetër një lost nesër mënteme edhe vonon gjdo dit përmisimin që unë e pres dhe që e kom aksi qytetar. Ka ti tolerim. Qashtu, se lunë topi. Bacilon, a je? Ku je lunë, fol? Atë ka zonë gjumbi. Do këtë Leonit pas ka mashtru e kalshu të fotën e popol tjetër kun. Një popull që gënjet manipulohet, ka marrë fund. Një popull që ka ngrënë gënjeshtrat, nuk mund të dalë në atë bregun, si që tha Begi, në atë nga ajo Zenitin e vetë arris. Të dalë në breg, sepse është i gënjur, është i manipuluar. Edhe ti beja e shprehe dhe Iqbal e perceptoja që e tha më herët. Këtu punu me një mënyrë shumë të organizuar, sistematike, të tham, me perfide. Po jo, ka një problem me popullin tonë. Për shembull, unë e kam emrin Gentian. Unë po të veja emrin... Po ta ve me emrin e fëmis tim, emrin e gjyshit që e ka pasi Ibrahim ose Zyber, e kemi kompleks gjithë, nuk e vem dot. As baba im nuk e pranon. Qa ka ndodhë me ne si popull? Unë emrin e gjyshit, Allah, pse se vetë dot emrin e gjyshit? Që është kë kompleks? Ramazani jeton në Itali, ka vënë emrin fëmis Mario. Kjo është krizë identiteti. Ku do dalë ky popull? Ku del ky popull? S'del dot fare. Tu ju lipi çdo njanit. As njani nuk ka më mirë se ne. Mu më akuzojnë për turkofon, shoku im i femërisë Jorrit ka tatuazh Skënderbeun, fëmijës vetë si ka vënë emër shqiptar. I ka dhënë emër italian. Po jo, s'ka gjë, ja, okay, le të përplasemi në kuptimin se shqiptar jemi, le të jetë një shoqëri në kuptimin kemi mendime ndryshe, okay, po ti që më shite mu nacionalizëm, pse si e vune emri fëmis? Po e ka mënyrë deklarative, jo praktike. Po kjo është krizë identiteti, ka kompleks, jemi inferior, po gjë që ka ndodhë me ne. Jo, kjo nuk është krizë identiteti, kjo munges etike. Ose munges? Munges zhvillimet mendor. Krizë, mësoj, mungesa e identitetit, nuk ka fornim. Ka ngordh nervi pra edhe në protest, po ta shoh është ngordh nervi, ku është? Është i devijuar, sa del diçka, jo prit se kemi komplekse, jo po s'duhet fetare, jo po s'duhet, kjo s'duhet, po çfarë bëj, ne jemi një popull, kemi të gjitha gjërat brenda nesh, kemi ato që beson, kemi ato që s'nuk beson. Po plus ti nuk më shkon në protest me thon Allahu Ekber ose në emër të prifti të Krishtit e tjera e tjera. Edhe po e tham ato, çfarë problemi ka? Çfarë ka ndodhur me ne? Nuk është kjo për padrejtësi që i bëhen fetarëve. Kjo është, unë duhet mendoj se duhet me qenë krejt bashkë me prifta. Jo, kjo Iqbale. Në protest popullore është.
Shih këto kur ndodhin këto gjëra, si thot Beja, jo se ka të keqe, po e ka të keqe në vetë mënyrë indirekte se bëhet degëzimi i qëllimit. Degëzimi i qëllimit. Çdo degëzim merr kohë më shumë dhe lyp më shumë energji. Edhe ma shpejt të gëlltit e keqja kur ti coptohesh. Sikur kokrat e grurit që i han pula, tak njerë i gjunë, masa ne ti mlidhi haje. Vendisimi është i dopt, po tash ka fillu, unë mendoj se... Unë pak par isha me një panel Albini zbonë, më pas ngu Albini, po unë e thësh Albini, ko ka pyj asaj, që ka pasaj që të një kemni në Harrovaj, në luftën e dytë, Draža Mihajlovići sa që është. Qa që keq folqin, no? Qa që keq, tash mirë, pro zbonë Albini, hajde, unë e po thamë kështu, nesër qomin mëngjes. Qomin mëngjes edhe njim lajmë të kështu. Basë për mja bo qefin opozitës, njim lajmë të Albini hapi kufit lartë dhe shkatroj 8 ato kazermat për kontrolin e kufinit. Bravo, Albin. Albini ktheu bandat kriminale serbe në veri. Bravo, Albin. Albini ktheu dinarin. Bravo, Albin. Albini ktheu postat, komunat paralele. Bravo, Albin. Albini ktheu gjitha këto. Bravo, Albin. Albini kthej armatimin ku e blejti e shiti ose e fali mi jemi pa armatim. Bravo, Albin. A qito i doni për me thonë që mira Albinja? A jeni në menshka e një ka folni. Unë e du u qëkën, unë nuk kom një shqiptar që se dënë u qëkën, unë si beg, jom i bindon, tash do t'jam egoist, jom i bindon, se unë e vete du u qëkën ma shumë se tonë shqiptaria bashkë. Unë jom i bindon. Ama s'bën një losë u qëkën me disa individ. Ama kërkush nuk e udhë një losë u qëkën. Ama disa individ po dojnë në emër të qëkës për fusin. Unë e qo se kom diçka me Iqbalën, Iqbal janë nuk banë për mu. Qa ka lidhje Prizrene apo rasti banimit Prishtina me Iqbalën. Me Iqbalën nështë me motrën e Iqbalës pajtona, me vlaun e Iqbalës pajtona, me burrin pajtona. Qa ka këto? Ama kur nuk din të ne po dalin aty po këshyr me të nvej shty se ti e kundra u qëkës. Ku e morre këta? Mërgata tha nuk bon, tha Mërgata me ardhë me votu mirë, se Beja është i Shqipërisë, shembol aty këj shqiptar Kosovës. Kur krisi lufta, unë me Leonin edhe me atjetrin edhe me Bem, hikëm pe Kosovë, erdhen sokolat e Mërgatës luftun, qysh atër bëjke. Pre Amerikës 4 djemi ka që baba. Edhe tjetra mesele, a e kanë shtetësin ato me votu, po, për shka i për dokumenti, për me të adhon drejten e diçkahit. Ju jeni të thonë kështu, vjen Iqbalja, unë e kam autoshkollë, vjen Iqballa, edhe e jep testin teorik, mas një kohë Iqbalja jep edhe provimin e vozitjes praktike, dhe furnizohet Iqbalja me leje të vozitjes, po Iqbalja ka drejta të vozisker, të i gra makines vetëm atër kur unë e mendoj që mundësh. Po pse të dhash unë t'i lejen? A dhe njëtë është pse ja dhash ati dokumentin, shtash në varët aj, nga një i paditur atje, me thonë, a bonaj me ardhë, a zbonaj me ardhë me votu. Shërë qëfar absurditeti. Ka i herë besoni, ka i herë po m'hillët ta marrë një pas dite, po këtu në rajon nuk ka dhe atë kopsh gjëllëgjik të stërmbushër me kafsh, shkoj ta kaloj pas ditën tu në afer gjdo kafazi dhe të thëmë sa i lumëtër, po Nina Stamire kanë atë ekilibrin e vetë aty ku takojnë. Njerëzit ka i herë po janë matë pa ditur se vetë kafshën. Një zoj, po do në faliminderit shumë Begli. Një zoj, po do në luan masis po folë ti të ka zënë gjumi një zoj këtu të këto ku i ri, po do në me folë. Burnesha mirëserë. Mbrëma mirë se gjeta Iqbalë, si janë? Mirë mbrëma e nderuar, si jeni, si kaloni, au lodhat, kërkoj falje se ishim në të këto këm tjetër. Po, kjo se mos jam të pakërkan. Se i kom 2 TikTokat ha. Okej, thash qka o bon në lemru lugatët? As ka gja, okej, thash më s'ke. Jo, 2 TikToka i kom për ashtë arsye, i kom huan faleminderit që ma boni follow edhe të i vjetër edhe të i riu. E kështu. Valla, sa situata mirë, unë për veti s'kam tjetër send përveç lutje po bëj.
një çdo veprim që e bëj, share, like, kur marrin protestat, kur janë e shpërndaj, ato të gjitha i kemi shpërblimet, jeni të sigurt, sepse profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, ka thënë, gjihadi më i madh është me ia thënë fjalën e drejtë liderit, sultanit, mbretit, zullumqar. Kjo është domethënë gjihadi bjerë luftë e shenjtë. Nuk është lufta e shenjtë vetëm me armë e tjera, po edhe me fjalë. Kur ti mundesh me ia thënë fjalën e drejtë një mbreti apo një lideri zullumqar. Edhe nëse vdes rastësisht ose burgosët ose diçka tjetër, thot e ka gradën e dëshmorit, gradën e shehidit. E nëse mbetet gjallë, mbetet si hero, po plus që e ka kryer përgjegjësinë te Zoti. Prandaj mu po mbrengos që në Kosovë deri vonë kanë pas një heshtje naive. Burnesha, pajtoheni ju me këta që e thasha, qa po mendoni? Andrea Tirana, non grata, po, non grata. S'ka problem Andrea, se do ta marr pasaportin inshallah. Në shtetësia do ta marr. Mos tanin Andrea. Valla vështirë. Qifi shumë e dashur, po këta që gjikojnë, ata gjikojnë kot. Nuk e di kush është e vërteta dhe e pavërtetë. Edhe nuk më pëlqen disa herë që bëjnë debate kot që i ndërhin dikujt atë ke pjesa e vet. Po pra. Për shembull si dëgjova edhe një natë me ty që u zon. Edhe nuk më pëlqeu fare. Ti di vetë punët e tua motrejna. Ka nevojë që t'japi kush këshilla aty as më ty se. Po pra. Je goxha me një nivel të lartë prandaj. Po mundohemi, po. Përshëndes dhe falenderoj. Faleminderit për fjalët e mira. Po duhet me kanë edhe na pak tolerant, me kuptu se s'ke ai të gjykon dikush që të akuzon për diçka që nuk ka as bazament, as ka pse, po s'di pse kjo ekziston te njeriu, te na shqiptarët. Vetëm desha që të bëj një pyetje dashur. Se pasha të parlamentin e Kosovës, edhe mua e gruja nuk më pëlqeu ajo deputetja që vetime. Okej, kanë gjujt në parlament vez, kanë gjujt, po kanë gjujt për demarkacionin, kanë gjujt për asociacionin, kanë gjujt për kufinjet e Mitrovicës. Këtë çështja ka qenë për shkak sërbëve, ama ti me ushu një kryeministrit me i gjujt vez për një arsye teket saj, kjo kishte shumë e turpshme. S'di begi ti ja pajtohesh. Jo, unë s'pajtona, po kjo është edhe kjo një konstatim. Kësa i thot diagnoz. Ka diagnoz, nuk ka zon tjetër. Qysh një kafsh. Po. Edhe grua e moshuar, hajde, ku nuk e gjetën dikon më të ri. Po më të Iqbale, që të marrë shembull rinia e Kosovës, ke ajo gru që bona shumë. Ajo ishte vetëm falë një lop sërë. Bravo. Turp, do të marrë dhe prej fëmijëve nipave që i ka. Iqbale, se pa temni kjo që po folë se s'pja shumë? Kjo zoja që po flet është Burnesha. Burnesha, po të them kuptimin vllazdëror, shoqëror. Më hinen huj, fillova të dua kur tha lop, me të vërteta është lop. Lopë, tamam. Lopë sërbe, mërë. Edhe atë sërbe. Bëri qefi sërbe, mërë, nuk bëri asë gjë tjetër. Vesh sërbishtja ka bë qefi. Po. A e di që i thash unë me një panel, thash si ato shkinat me musteqe kort mofë për sëllën. Qysh pjethu shkinat me musteqe? Po të kishtë një diku në panel do të isha putë dhe unë. Që të replikoja pak me të, po nuk mundem këta gjej Shumë pasqyre keqe. Pa marrë për asysh edhe në parlamentet tjera në për Evropë, me karrika, me send, gjuhën send, po për shka, për çfarë arsye, as kishte puna për sërbet, as kur gja. Edhe plus nas, është pa tjetër me na me tregu një etik politike si të tjerët që e kanë. As bën na me qenë shembull të etikës sjelljes politike. Falni pak, ajo ka dash vetëm që të duket, gjashme që të merret si shembull që të bëhet
Shumë, e ki parasysh. Veç pluhuri, se janë ka fundi. Adem kur ti bjerë pozita dikujve nuk qysh ka me bo. Se Jo, janë ka shif, fundi. nuk ka sa veç ka dash, besoni se ata që e votojnë ata në bindu se ka bo një gjest madhështor, është heroin, ata ashtu janë bindën. Ajo ka për vetëm për lajk, as gjë tjetër jo. Ajo ka ullë edhe familjen e vetë, edhe popullin e Kosovës, gjithi ka ullë. Ka ullë në falë shprehje bëthën e vetë, se më ka ullë muheq. Ju partiz vetë, se ata e mbrojshin, a e pa e kryetari i partiz. Ju gjuj truprojës, e gjuj ke truproje në Albinin. Do më thonë, lene ti kjo e gjun e të bënë qka donë. A i Tahirja, që shëpat jemrin. Kryetari i AK-s që është. O, besnik Tahiri. Më ka befasu. A i pithotë, po i del për para tinës, edhe truprojës Albinit pithotë, hik ti, lene të lire të bënë qka donë. Të merë. Unë thash Iqbale i ka panika, në mos prit një sjellje arsyeshme. Po, e të kete diramën tuaj, ajo e done diramën për atë arsye edhe nuk po e përkrahin protestën. Se t'i shkpyt Albini, krejt Kosova i shkon atje. Se qka ka boje dirama për Kosovën? 3-4 tradhti më të mëdhaja, shkëmbimin e territoreve. Një, e dyta, tradhtia me Vjosa Osmanin. Kretë këto e në gjonat që edhe neve në takon me protestu kundër e diramës. Kundër e diramës. Po që kështu... Po njerëzit i bëjnë nën grata sen me qëllim me i friksu të tjerët. Jo, mëre zotëri, se nuk e frikson, unë e kam hupë frikën prej zullumqarë. Iqbale, po që aty në kalit barë ku të thesh si fitimtare, ku të lirohet Shqipëria. Ditë kam ka dhona e Redi Ramaj. Iqbale? Iqbale, rini rahat, qëtësohëni, pini t'i shka të ngrohë. Duhet të t'jap shembullin e nëngradës e Sali Berishës, që ju dha nëngradë, pastaj ju hoq prapë dhe ti mos u mërzit. Tu dha, do t'i qet. Po mërë që shumë i qet, po është abuzim i autoritetit. Mu këtu prokuroria e Kosovës më ka pashpall dyshim për kryerjen e veprave terroriste. 2 vjeta, din çka do më thënë stigmatizimi i shoqërisë, është në gulfat shoqëria. Ju përfaqësoni një... Gjuhën të shajnë, del në rrugë, kur kom dalë prej burgit. Dëgjoj, po ta shohësh është i njëjti problem edhe me Bekir Alimin, ka të bëjë me klerikët fetar që dalin përtej institucionit të fesë, përtej xhamis. Klerikët që dalin përtej xhamis gjëmohen, goditën. Po, qëndrojnë vetëm brenda xhamis. Gazetari s'ka të bëjë me klerik. Po këto e në qëllimshme... Nuk e di, po them si... Siguria letikëshyr... Bekir Alimi doli të bëj vrap për Palestinën. Po të fliste brenda xhamis, do ishte problem, po doli bëri vrap për Palestinën. Ku di unë që a thana e gjotë tjetër, e bën në grada. Për që ato pas kanë bo, përveç që ka qenë pro-Palestinës. Po edhe unë gjithmonë jam kon pro-Palestinës. Edhe miftiu i Florës. Natën më mirë, faleminderit që ishte. Edhe miftiu i Florës. Të fala po ju vonë. Faleminderit, natën mirë. Për shembull kemi rastin e miftiut të Florës, ju shkarku si mifti sepse ai i bëri një replikë. Ajo është izraelite që ka jetuar në Vlorë, po themi vite përpara. Edhe tha që në Vlorë në shekullin 14 kanë qenë 90% hebrej, Vlora. Edhe i bëri një replikë, i tha kjo nuk është e vërtet. E shkarkuan nga miftinia, pse bëri replikë. Pra do të qëndroj vetëm te pozita e miftiut dhe mos dilë më aty me atan se s'të le sistemi. Ky është kuptimi. Edhe në një farë mënyrë për miftinisa. Po e hoqën, po. E hoqi vetë këmëshëja. Jo, more, po pse nuk e bënë në ngrata atë femrën që flamurin e Izraelit e uli poshtë. Ajo dul prej ambasadës, e uli flamurin edhe prap mes të ambasadës hyri. Pse ato nuk u fol, kush është, çka është. Mendoj që kjo është
mistika dhe çështja e popullit ton që është mbërthyer, ka shumë, ka gati 100-150 vite. Populli shtypur na jemi, na popull që kur s'kemi sundu, gjithmonë na kanë sundu. Edhe tash po dojna me sundu, deri tash në Kosovë veç me hajna, me grabiqar, me kriminel, 100 veta veç prej LDK-s që i kanë mbytje politike pas luftës. Problemi jonë është që ne asne nuk e dim kush jemi vet, se ta kishim ditë kush jemi vet do ishte shumë ndryshe populli jon, po ne kemi humbur se çka kemi qenë. Shiko, i kanë dorë këtë botën, i kanë dorë ato sorat e zeza, ajo është e ditur, blu edhe bardhë edhe blu, ajo është e ditur, po duhet bre pak me ushty, pak me luftu, pak, se çdo njëri kryetar është në dorën e atymve, ajo dihet, ama pak bre, pak më ushty, pak, bon, me pas unë po mendoj se një tip si Albin Kurti, me pas Shqipëri, ndoshta ka me ndryshu. Se di, ka një problem që në fundit, siç e thotë edhe Mollaja Jakub Asipi, për tek ne thot ka gjithmonë, ka burra që edhe gra që dalin, bëjnë kauzën, se që ndodh në fund fare thot atje devion, në fund fare aty. Nuk e di pse shko shtrembër në fund fare. Tamam fillon me ka resurse, janë gjitha kauzat, lëvizjet, sakrificat, rezistencat, edhe ato, po themi, luftrat që kemi kalu, i kemi bë me dignitet, ka pas burra, gra, që kanë qenë njerëz të vërtetës, të nderit, patriot, a dhe dashës, ka kanë sakrifiku gjithçka. Në fund fare sepse na ndryshon atje në fund. Po, një njeri këtu thot to nga Iqbale, a të kujtohet gazi lot sjellës. Për shka e kanë bo gazin lot sjellës? Për me kriju qeverin? Okej, ka gjujt gaz lot sjellës, kjo vetë vendosja. Për shka ka gjujt? Qëllimi për shka? E kanë shit 800 hektara, sa shiti kjo? Demarkacionin e tjera. Këtë jenë bo çështjet mos me votu për Hag. Thojshin, ata e votu në Hagën që tash janë Hag. Mos i krahasoni ju gjujtjet, po për çka u bënën ato vezët, gjaku, kjo gazi lot sjellës e tjera. Për shembull, si ka mundsi gjithë komandantë gjithë komandantë UÇK-s shkojnë Hag, kurse Jugoslavia, Serbia, me gjithë ato ushtarak që kanë bërë krime, s'kan shku kaq shumë në Hag ata. Po pra. Po ç'a po ndodhen, ç'është kjo? Nga vjen kjo? Nga kjo vjen sepse i shantazhojnë. Domethënë, jemi do ta pranoja nëse do merreshin. Do ta pranoja nëse do merreshin 10 general të UÇK-s në hetim dhe 10 general të Serbisë në hetim. Do ishte okay. Po pra, që të shkojnë të dytë paralel, okay. Po, sepse po kuptojmë që një gjykat ka atë është drejtësi. Po kjo nuk është drejtësi, merr gjithë generalet e UÇK-s futi hetoj. Kurse ana tjetër vazhdon, kanë bërë ato hetimet e para, më kanë. Edhe vete kanë votu. Po kjo s'është mirë, nga vete kanë votu, merre me mend. Vete kanë votu. Zoti neve na ruaj. Kaq e thjeshtë është, kaq e thjeshtë. Kaq e thjeshtë, po duhet dikush një kokë ndritur duhet me dal, edhe me kry këtë punën. Një kokë. U rritëm në historinë tonë, që çdo revolucion në botë një kokë të ndritur e ka pas. E di si është u rritëm në historinë tonë shqiptare që Çerçistopulli, Saboletini, gjithë kanë luftuar me turkun. Në fund fare kur studion historinë, ato gjithë i kanë vrarë malazezët, serbët. Ora, kanë luftuar me turkun apo se s'po e kuptoj unë tani? Po pra, sa i domethënë nuk e kanë luftuar se për të vrarë janë vrarë me fshinjët. Po pra. Ka që thjesht, më shumë na kanë bërë një histori, po i pranojmë gjitha, po sikur ka një deviancë.
ka luftu 5 veta me një çet kundër një, po them, garnizoni ose një post policie Osmanlies, atëherë ishte shteti Osman, nuk ka lidhje. Po. Ose kemi luftu 500 vite Turkun, po për 3 muaj Jugoslavia boshatisi Kosovën. Gati 2 milion kosovar do ishte bosh Kosovë për 3 muaj. Ku dolin e 500 vite të luftu me Turkun si ta pasa boshatis Turkun neve? Pra, me Turkun pasim rezistu, me Jugoslavin, me Serbin, deshu boshatis Kosova për 3 muaj. Në vend se me ato me luftu. Mos kishe hy Amerika dhe fuqit e mëdha. Po. E vërtet. Amerika dhe fuqit e mëdha që ndalun. Po si është jo tani 500 vite të luftu me Turkun, pas kemi rezistu dhe jemi trima, dhe me Serbin për 2 muaj deshu boshatis Kosova fare? As banor s'do kishte? Po kjo është mërë, tash ju po na gënjeni. Më kë kemi luftu? Kush është e vërteta e popullit tonë? Që nuk jemi arab, nuk jemi musliman, që nuk jemi, ku e diun, si jemi turq. Ne jemi shqiptarë dha. Ne ndoshta jemi musliman para turqve. As, si tha Mulla Jakub Asibi, për me dash me ul fen islam, e tha këta, e thanë që neve na bën musliman me dhun, me shpat, tha. Po këto tha ullën popullin e tyre, tha, se i rata që Bullgari, Greku dhe Serbi pasin qenë më dinjitos, ato nuk e ndryshun me shpat fen, e mbajtën fenet parë të atyre, kurse neve e pranua me dhun. Jo më se kemi pranu me dhun fare, s'ka bo kush dhun. Po që në ashtu edhe Bullgari e kish pranu. Po pra, atëherë ne ullëm vetën tonë. Na ka pëlqy, e kemi marrë, pse jo? Dikush edhe ndoshta është josh. Unë mendoj që ne jemi musliman që nga shekulli 7-8, si fise, si popull, në mas. Islami këtu ka ardhur, kalifatet arabe kanë ardhur deri në gjysmën e Europës. Kanë ardhur në gjysmën e Gadishullit Iberik, kanë ardhur deri në jug të Francës. Po këtu ke ne pasim kalu nga qielli këto historia dhe neve kemi qenë krenar edhe duke ruajtur fenë të parëve. Po veç veja edhe sundimet kanë qenë këta, nuk kanë ardhur arabët ose turqit në vendet tona. Besimi, turqit për me na dhënë fenë. Po gjithmonë fiset popujt më të shtypur, popujt janë sundua, po kupton? Dhe normal ata i kanë sundu, kanë dash me bo rumeli që kanë ëndra e tymve. Por kjo nuk do me thonë që ata në kanë dhënë fenë me zor, jo. Po pse në eposin e krishnikëve që është shekulli i 10, pse kemi emra Halil Hajrie, Elez Alia, Gjegje Elez Alia, pse? Para turqve kjo. Po, pse e kemi në eposin e krishnikëve? Po e po si krishnikëve, po... Ti mendon që ne s'kemi kalu fazat, si ta them unë, si që ka rënë Kordoba muslimane, në mesjet, ne kemi kalu faza, mendoj që se ne jemi popull musliman që nga shekulli 8 besoj unë, si popull, si fisa. Po, bashkë religjon kongën e krishnikëve aty bile përmend edhe Bismillahin e ja filloj me... Janë gjitha. Nuk ka mundësi, janë gjitha, domethënë, nuk ka, këtu ka porta e lartë, ose Perandoria Osmane solli shtetin islam, si koncept. Solli një shtet, një rend, ose legjislacionet islam, po ne kemi kalu komunizëm, po gjyqja ime ka qenë falë, do thotë që pas 500 vite do thonë që ato banorët në kohën e komunizmit ka qenë ateistë, jo, gjyqmi s'ka qenë ateistë, gjyqja ka qenë besimtarë dhe agjërotë, edhe pse ishte komunizëm. Kështu që edhe para turqve mund të ketë pasur mbretëri dhe perandëri që mund ta kenë sunduar, po s'do thotë që ne kemi qenë sipas perandërisë. Degi çoje ftesën. Po pra. Unë mendoj që neve kemi qenë musliman edhe para turqve, edhe është e njëjta histori dhe si sot, në këto kushte, në këto gjendje. Ky popull, kjo histori është. Ka besim islam, ka besim krishter. Ndoshta s'beson, në një s'do të besoj. S'ka problem. Është një problem që këta njerëzit, sidomos në Kosovë, nuk pe kuptojnë se Evropës nuk i intereson ti a je muslimana që a je. Ai ty ta ka pru kushtetutën, ta ka përpilu vetë,
shtet demokratik, me kushtetut laike, dhe ai veç mirët me ata sa po e aktivizojnë në shoqëri. Ndërka që përpara, Evropa ka qenë e krishtere, po tash kohëve të fundit ajo është multietnike. Nuk është në statusin e krishtere. Sepse veç në Francë ki 10 milion muslimane e tjere tjere. Prandaj është njësoj si kur ajo e 1400 është kompleksi jonë ajo, se bota perëndimore nuk e ka problem, po është kompleksi jonë si kompleksi jonë, po ata pe përdorin këtë si mash. Për shembull, gjithmonë kur ka probleme politike në Kosovë, ta ka e qesin një problem fetar. Për me mund me zgjedh ma kollaj mi fshi ato problemet e veta. Edhe musliman të i përdorin si mash. Edhe ne si popull bim në këtë grack. Po të kishim qenë zgjut, nuk do të bim në këtë grack. Që të ndjehemi inferior dhe të kemi kompleks, ku e di unë. Unë për shembull jam shqiptar, sigurisht, edhe po ta shohësh dhe fizionomin time jam shqiptar, po se kam problem të them që në besimin tim jam musliman, pse të kem problem? Po pra. Pse një shqiptar që mund të jetë katolik është më shqiptar se një që është musliman? Jo, as pak. S'po di valla. Është problem pakës sepse po ushihen rrymat e ndryshme me mendimet urrëce, me mund me përqa një popull. O i zemër, e kom një masë të pëllut një aqe, që prit, hajde të unë, ecni e të unë. Janë vetëm është qëllimi që shme fut përqarje fetare, se mandej, kur të na përqajnë neve si shqiptar, atër ma ndryshe na sondojnë. E që kjo mund ka pëlqy shumë e Gjergj Fishtës, 1948, kur kanë shku në kongresin e Berlinit edhe Londrës, edhe dojshin me na coptu në atë kohë, në kohën e rilindasve. Edhe Gjergj Fishta e ka thonë një fjalë të madhe, nëse ata e ka pas për Evropën, nuk na pranojnë neve kështu, si që jemi me vllaznit e tonë musliman, thotë na do t'i shkrim kryqet e tona dhe do t'i bëjmë plumba për ata. Do më thonë, shikoni sa gjithmonë feja kur nuk ka qenë faktori përçarës. Prandaj është turp i madh që këto sektet e reja që kanë ardhur, edhe ekstremet nga të dy anët, sepse edhe të krishterët janë paraqitja do grupe, jo e Deçanit, jo lloj grupe të ndryshme që po flasin në emër të Islamit, pa qenë kompetent vetëm për me përqa njëri tjetrin. E që kjo është e mirë që na duhet mu vetëdisu gjithmonë mu majtë si rilindasit tonë. Selamin anë, që pa i thote dhe shqiptarë, ki selam aleikum, thonë. Qa mi thanë kitësh? A se më e tanë ki me ashkër dhe të gjallët dekun? Qa me i thanë ti? Me i thanë, hello sir? Hello? Alo, unonim. Hello? Haqë, selamin anë, që pa i thote dhe shqiptarë, ki selam aleikum, thonë. Qa mi thanë kitësh? A se... Mëso shani pa lidhje. Selam aleikum nuk i thuhet të krishterit, nëse nuk e njeh, duhet mi thonë përshëndetje, e pastaj nëse fillon me njoft, nëse është musliman, duhet mi thonë njëri tjetrit, sepse janë 5 gjëra që neve ummetin musliman, që profeti i thot ummeti musliman, janë 5 gjëra të cilat na identifikojnë neve si musliman. Për këtë zotërinë dhe për gjithë ata që urrejnë selamin. Thot njëna është Kurani, që e kemi Kuranin e përbashkët. Dyta është Çabeja, të gjithë e kemi Çaben. E treta është Edebjau, sjellja. E katërta është selami. Selami kudo që të shkon në botë, me shku edhe në Afrikë, edhe me thonë selam aleikum, ai më njerë të kupton që je musliman. Dhe këndimi i Kuranit, kjo na unifikon popullin ton, ummetin musliman. Kudo në botë që shkon, janë 8 lloje të leximit të Kuranit. Nuk mundesh ti me lexu Kuranin më ndryshe si këngë, po është unifikim. Prandaj
Mirë po, do të me pas respekt, që se të krishterit, unë nuk ja di që shikan që shi përdorin këto emrat, mirë po, duhet, unë asë duan. E zotri, apo e mbyllim nga dal, baja faleminderit që ishit. Faleminderit. Dëgjohemi mbjen mirë të ja bëj follow, inshallah, faleminderit shumë, e natën e mirë se kaloj ora 12. Hajde çdo të mirë, natën e mirë.